Papa Francesku u shfaq këtë të diel në balkonin e Spitalit Gemelli, ku po kurohet prej 2 muajsh duke përshëndetur besimtarët e shumt. Sheshi përballë Spitalit në Rom ishte mbushur me njerëz, ku rreth mezitës Papa Francesku u shfaq për një përshëndetje dhe bekim të shkurtër për besimtarët. Kjo është dalja e tij e parë publike pas 6 javësh shtrimi në spital, ku po kurohej për pneumoni në të 2 anët e mushkrive. Duke përdorur një karrike me rrota siç ka bërë prej disa vitesh, Papa buzëqeshi dhe përshëndeti me dorë një grup dashamirësish në oborrin e spitalit. Në mesazhin e tij të parë, kreu i Vatikanit deklaroi se ndihej i pikëlluar nga rifillimi i bombardimeve në Gaza, ndërsa bëri thirrje për lirimin e pengjeve. Situata humanitare në rripin e Gazës është shumë serioze, deklaroi Papa Francesku në balkonin e Spitalit Gemelli, ku ndodhet i shtruar që prej 14 shkurtit. Papa më pas u shfaq duke dalë nga spitali dhe duke u larguar me automjet drejt Vatikanit.